Përshëndetje të lëshikues të nderuar, vazhdojmë ciklin e emisioneve javore të sportit me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha. Sonte i ftuari jonë legjend e sportit është ish futbollisti, trajneri i futbollit Xhengiz Rexhepi. Xhengiz, mirë se erdhe në televizionin Koha në emisionin sportiv me legjendat e sportit. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Atëherë, fillimisht me që është emision me karakter sportiv, fillimisht na thuaj me pika të shkurta kush është Xhengiz Rexhepi. Xhengiz Rexhepi ka lindur në vitin 1982 në Tetov, ku bashkë me familjen deri në moshën 8 vjeçare kemi jetuar në Tetov, mandej imi shpërngul në fshatin Përshevc, dhe atje edhe kom mbaru edhe shkollën fillore. Jom i martum, kom 2 fëmijë. Me jetë gjatë. Faleminderit. Dhe gjatë jetës normal që ka sfida të ndryshme, për shkak që e kemi fillu epokën e jetës në Tetov, dhe tash jemi duke jetuar në fshatin Përshevc, që jom edhe i lumtur që jetoj në fshat dhe bashkë me familje. Dhe me një familje të shëndosh, patjetër. Atëherë, na thuj, kur i keni bë hapat e para me sport? Me sport, si çdo fëmijë që ka nisur duke luajtur me shok, unë pikërisht në fshat, mandej në shkollë me shokët e shkollës, klasës, dhe normal pas klasës së 5, nëse nuk gaboj, kom nisur të ushtroj në shkollën e futbollit të Teteksit, ku shkolla e futbollit të Teteksit ka qenë shkollë ma cilësore dhe ma kualitative në atë kohë. Trajner? Dhe trajner ka qenë Indjeri Bllashko Blaževski, dhe ishte një futbollist legjend i klubit Luboten. Dhe aty kom filluar hapat e para, ku gjithë kategorijat i kom kaluar me sukses, duke filluar nga pioner në atë kohë dhe deri në junior. Por politika e klubit të Teteksit, siç e dish edhe vetë, për shkak që je tepër i përvojshëm në këtë aspekt, ka qenë një farë mënyre për shqiptarët sidomos, kanë sjell futbollistët deri në junior dhe mandej nuk ka pasur hapësirë që futbollisti shqiptar të vazhdoj të luajë në ekipin e parë të Teteksit. Xhengiz, e mbajsh mend për herë të parë kur si lojtar në 11-in e parë të klubit të Teteksit, pa marrë parasysh cila kategori ka qenë, ke filluar, me cilin klub dhe e mbajsh mend ndoshta edhe rezultatin e asaj ndeshje? Rezultati ka qenë 2-1 kundër skuadrës së Pelisterit. Kemi fituar ndeshjen në Tetov, në stadiumin e vjetër të qytetit është luajtur ndeshja. Po. Sa kohë keni ndetë në Teteks, deri në cilin vit? Krejt kategoritë, duke filluar nga pioner, kadet dhe junior, i kemi kaluar në skuadrën e Teteksit. Atëherë, si ndodhi që Xhengiz Rexhepi nga Teteksit të kalon në ekipin e Shkëndijës? Para se të kalojmë në ekipin e Shkëndijës, ka qenë klubi fshatit, klubi futbollistik Jehona, drejtuar nga profesori i nderuar Alit Deari. Aty kemi luajtur shumë ndeshje që besoj që sot... Në ligën komunale, por mjaft me traditë. Liga komunale, mund të themi lirisht që kualiteti i ligës komunale atëhershëm është kualiteti i ligës së dytë për momentin që është në Maqedoni. E dini edhe ju vetë që ka pasur shumë futbollistë cilësor, shumë ekipe kualitative që kanë bërë diferencë në lojë, por klubi futbollistik Jehona ka dalluar nga klubet tjera për shkak që ka qenë e formuar nga shumë futbollistë cilësor kualitativ që kanë luajtur në shkollat e futbollit të Teteksit, Shkëndijës, dhe ka pasur shumë futbollistë cilësor, dhe me lojën që e kemi treguar, kemi qenë një ndër ekipet që kemi pasur shikueshmëri. Dhe ka pasur lojtar mjaft cilësor. Ka pasur mjaft cilësor për shkak që kanë qenë gjithë futbollistë shkollum, dhe normal që në krye kemi pasur edhe trajnerin
Ali Deari, ashtu që ka qenë një kombinim mix i përbërë për futbollistëve me përvojë dhe të ri, dhe që rast na ka dhënë që më shfaq në të ardhmen të jemi në këtë nivel ku edhe kemi ardhur. Dhe keni pasur për krahën e madhe të tifogrupit Bagerat, me sa duket. Po, edhe tifogrupit Bagerat, por njëkohësisht edhe gjithë fshatrat tjera kanë ardhur, na kanë përkrahur edhe kanë shqyqu futboll cilësor. Mandej kom vazhduar karrierën në skuadrën e Nga Jehona në Shkëndij. Në Shkumbini. Në Shkumbini e shkrir mandej në Renova. Në Shkumbini kemi zhvilluar shumë ndeshje cilësore e aty nga Liga Komunale në Ligën e tretë. Unë kom luajtur në Ligën e tretë. Atëherë ka qenë shumë liga e fortë, edhe atëherë Liga e tretë ka qenë shumë liga e fortë, ka pasur shumë ekipe cilësore. Dhe me trajner Ismail Sulimani e ka udhëhequr skuadrën e Shkumbinit. Më kujtohet shumë mirë, ka qenë ndeshja me Ballkanin për inkuadrim. Kemi luajtur dhe kemi fituar ndeshjen 2-0, golin e parë dhe asistin e golit dytë e kom bërë unë, dhe në atë ndeshje drejtuesit e Shkëndijës kanë qenë në tribuna, pasi është marrë klubi atëherë nga pronari, nga Samet Rasimi, ka pasur aty drejtor sportiv, trajneri ka qenë i ardhur Burhanedin Beadini në tribuna, dhe aty më kam parë cilësitë dhe kualitetin që kam posedu dhe jom transferu në Shkëndij. Në Shkëndij keni luajtur një sezon, me sa duket mua. Si keni kaluar në Shkëndij, sa ndeshje keni luajtur, keni shënuar edhe gola? Në Shkëndij kom luajtur 6 muaj, dhe mendoj që për moshën që e kom pasur, kom qenë normal shumë i ri, bas mosës që e kom pasur, mendoj që kom zhvilluar shumë loja të mira dhe kom shënuar gola në për ndeshje, por ka qenë një ndeshje para fillimit e kampionatit, a luajtë Kupa e Tetovës, e lidhjes futbollistike të Tetovës, kundër skuadrës së Teteksit, ku Shkëndija nuk e kishe fituar Teteksin deri në atë periudhë asnjëherë. Një lojë 1-0. 1-0 dhe golin e kom shënuar une, ka asistu Agron Mehmedi, kom shënuar një gol nga 20 metrash, një gol shumë të bukur, dhe ne kemi fituar Teteksin me rezultat 1-0, mandej ka filluar edhe liga, kom pasur përkrahjen e trajnerëve, por siç dihet te ne rrethonat kanë qenë të tilla, ka pasur padrejtësi dhe normal mandej pas 6 mujorit jom larguar nga Shkëndija te Renova. Atëherë na përshkruaj momentet sa kohë ke qenë te Renova, sa ndeshje ke luajtur? Te Renova kom luajtur një vit e gjys dhe gati në çdo ndeshje kom qenë startues, kom shënuar shumë gola, sa gola prafërsisht nuk e di, po mendoj që diku mbi 15 gola i kom të shënuar te skuadra e Renovës, dhe Renova në atë kohë me të vërtetë ka pasur ekip shumë cilësor, shumë futbollist kualitativ edhe shumë të përvojshëm, dhe me lojrat të cilat i kemi bërë, kemi kodru Renovën nga Liga e tretë në Ligë të dytë me barazhin i cili është luajtur në stadiumin e Maxharit në Shkup. Me një fshehje të madh, me sa duket. Dhe ka qenë rezultati 1-1, unë kom shënuar gol për rezultatin 2-1, mandej në minutat e fundit shtesë kemi pranuar gol, 2-2, dhe me penalti imi inkodru në Ligë të dytë. Po, kjo është e saktë, është, pasi kam qenë edhe vetë pjesëmarrës në atë ndeshje ku ka rënuar shiu gjatë gjithë kohës. Do me thonë, Jehon, Shkëndij, Renov, sa jeni i kënaqur me atë që keni dhënë për në ato kohë? Po, në çdo ndeshje, në çdo stërvitje, unë jam munduar të jap maksimumin, por kohët e atërshme me sotshmet ka shumë diferencë, është shumë e madhe tash me tregu se çka ke bë në atë kohë, për shkak që sot e kije shumë ma linjë, për shkak që rrjetet sociale, portalet ta mundsojnë të bësh një karrierë shumë më të mirë për të ardhmen, por në atë kohë ka qenë shumë e rëndë,
për shkak që ka qenë shumë e rëndë një futbollist të kaloj të shkoj jashtë shtetit, për shkak që s'ka pasur shumë menaxhere, nuk ka pasur transferime që është lenta që mund të bëhen. Ka qenë koha e vështirë, por ne jemi kënaqur me atë kohën, kemi dhënë maksimumin, mund të them edhe mbi maksimumin për me arritur në sukses. Dëshira e madhe ka qenë, nuk kemi luajtur shumë për para, po kemi luajtur më shumë për të memri. Për afirmim, faktikisht. Për afirmim edhe për memri diçka në futboll. Pas ka vitit 2005, me sa duket, ju jeni një ndër futbollistët e parë të cilët jeni transferuar në Turqi. Në Turqi keni luajtur në disa klube, sipas evidentimit tim, keni filluar të Erdek Sportin, pastaj te Karasaba Spor, Beni Diram Spor, Burgas Spor, Biranmenia BLD, deri në sezonin 2011. Na përshkruaj sezonet me radhë në ekipet ku ke luajtur në Turqi dhe cili ka qenë suksesi më i madh i juaj në ato klube? Nëse ishe kjo kohë, ato vite, realisht kualitetin e kapacitetin që e kom pasur, me siguri do të luajsha shumë liga ende më të forta për shkak që kom pasur edhe kualitet, kom qenë edhe fizikisht shumë i fortë. Por ajo periudha e Turqisë një farë mënyre më ka afirmu, më ka nxjerr shumë para në aspektin profesional, por edhe ka dhënë përvojë të madhe, por edhe në aspektin ekonomik, për shkak që përfitimet kanë qenë shumë të vogla këtu në Maqedoni, në përgjithësi edhe në Shkëndij edhe në Renov kanë qenë shumë të vogla përfitimet, dhe për shkak ekzistencës familjare, për shkak që duhet të ecim më mirë për të ardhmen, jom detyruar një farë mënyre të shkoj në Turqi. Jom i kënaqur tepër prej karrierës atje në Turqi, mund të them lirisht që s'ka pasur sezon që kom shënuar ndër 15-20 golla në Turqi, dhe jom njoftuar me shumë shok, me shumë trajnera dhe me shumë icat futbollistëve të cilët kemi qenë bashkë futbollist në ekip apo kundërshtar. Sot ato futbollista për Turqi janë në nivele shumë të larta të futbollit, merren me punën e trajnerit, me punën si drejtor sportiv, si menaxher, ashtu që një farë mënyre ajo më ka ndihmuar edhe në atë kohë, por edhe tash ku i kom marrëdhënie shumë mira me shumë shok dhe kjo më mundson që me Turqinë të jem shumë më i lirshëm në çdo farë aspekti. Pas Turqisë ju sërish ktheheni në vendlindje dhe i bashkoheni te Teksit, ku edhe e përfunduat karrierën si futbollist aktiv. Plani nuk ka qenë për një rikthim nga Turqia për Maqedoni, por për shkak shtatzanisë shoqës a dashur normal që të jem më afër familjes, dhe kthimi im ka qenë vetëm për një 6 mujor të jem afër shoqës dhe familjes, mandej prap të largohem për në Turqi, por në atë kohë kur jam kthyer në Teteks, mund të them që jam demoralizuar një farë mënyre se prej në çfarë niveli po kthehem, se kishte një diferencë madhe. Mund ka qenë Turqi liga e tretë, por ka qenë një profesionalizmi shumë i lartë i futbollit, ku në Turqi dihet që edhe ligat e shtata janë nivele shumë të larta. Në Teteks atë kohë në ligën e dytë luani. Jo, në ligën e parë luante Teteks. Ligën e parë luante Teteks, jam kthy, por një farë mënyrë edhe çështja ekonomike, edhe çështja infrastruktura një farë mënyrë më demoralizoi, edhe në atë kohë u hapte konkursi për B licencë në Federatën e Futbollit Maqedonisë, babi atëherë me indjerin Enver Sulejmanin, ishe zëvend sekretari i Federatës së Futbollit, më tha që po hapet konkursi për B licencë, ashtu tha një ditë duhet të nisish këtë hap, edhe sa je këtu është mirë me nis, edhe një farë mënyre aty ka qenë ajo
mos vazhdimi në Turqi për shkak licencimit si trajner. Kur e përfunduat karrierën, a ju organizoi klubi ndeshje lamtëmirëse apo? Po jo, as se kom pat në plan unë një farë mënyrë të mbaroj karrierën, për shkak që karrierën e kom përfundu me 30 vjetë, ka qenë shumë herët, por nuk kom pasur plane që të mbaroj karrierën, por thash, situatat tilla ndodhen që të mbarojm karrierën më herët, por në aspektin tjetër një farë mënyrë më ka dhënë përvojë shumë madhe si trajner. Xhengis, gjatë karrierës tuaj keni luajtur në shumë klube, keni luajtur shumë ndeshje. A e mbani mend vallë sa ndeshje gjithsej keni luajtur në ndeshje zyrtare në të gjitha klubet dhe sa gola keni shënuar? Po, mendoj që mbi 200-250 ndeshje me siguri kom luajtur, mbi 120-30 golla me siguri kom shënuar gjatë karrierës. Nuk kom mbajtur një evidencë për shënimin e gjithë të golave, por në kokë kom shumë gola të cilët ende i kom shënuar, por evidenca tash se si mbahet me sistemin e transfermarkit apo me sisteme tjera, në atë kohë nuk ka qenë e mundshme që të regjistrohet. Atëherë më thuaj, cilin moment e mbani kur nuk do ta harroni si futbollist aktiv në aspektin pozitiv? Ka qenë në vitin 2008 inkuadrimi i skuadrës së Bandërmasporit në ligë të dytë. Kjo ka qenë një moment një ndër sukseset më të mëdha që edhe i kom arritur në Turqi, për shkak që në barazhe, në play-off në Turqi vinë dukun të 160 ekipe, për 160 ekipeve ka eliminime shumë dhe vetëm 5 inkuadrohen në ligë të dytë. Edhe atë kohë ne kemi fituar me skuadrën e Bandërmasporit 5 ndeshje play-offit, jo 1, 5 kemi fituar dhe kemi inkuadruar në ligë të dytë. Kemi shkruar aty kohë në gazetën Fakti për këtë. Ka qenë një sukses shumë i madh dhe kemi luajtur finalen në qytetin e Bollut, edhe kur jemi kthy në Bandërma, ka qenë ora 2 e natës ku gjithë qyteti ishte i pranishëm në sheshin e qytetit dhe prej asaj momentit Bandërma mbas 2 apo 3 viteve edhe një shkallë ka ecë përpara, tash luan në ligën e parë të Turqisë. Cili ishte momenti më i vështirë në karrierë? Më i vështirë ishte kthimi në Maqedoni, kjo të mund ta them lirisht, ka qenë një dëshpërim shumë i madh për mua dhe edhe psikologjikisht kom pasur shumë rëmje të madhe për shkak që me të vërtet në Turqi kom punuar me shumë trajner cilësor, edhe kom luajtur në shumë klube të organizuara në çdo farë aspekti, edhe kur jam kthy në Maqedoni, kur e kom pa që vetëm ka stagnu futbolli në çdo farë aspekti, nuk ka hes as 1 metër përpara dhe ajo ka qenë dëshpërimi më i madh. Karrierën tuaj si trajner e filluat në klubin e futbollit Rufeja të fshatit Miletin, me të cilën u inkuadrohet në ligën e dytë, që ishte një sukses i jashtëzakonshëm për atë klub. Pastaj keni punuar edhe në klubin e futbollit Vrapçishti, klubin e futbollit Drita të Bogovinës, Kozhufit, Vllaznimit Kërçovës dhe në klubin e futbollit Besa. Cilat janë ato momente që ju i mbani mend si trajner në këto klube dhe si keni qenë pritur nga drejtuesit e këtyre klubeve? Normal, për me ardhur me një nivel ku edhe une kom ardhur si trajner, dikush duhet me ta dhënë një mundësi, edhe une për atë mundësinë që është më dhënë në vitin 2011 për të udhëhequr skuadrën e Rufesë së Miletinës, duhet ta falenderoj një herë kryetarin e atëhershëm Samet Rasimi, por shkaktar që jam këtu, edhe pse tash nuk kemi shumë kontakte, ka qenë drejtori sportiv Jasim Fetishi. Jasim Fetishi është person i cili ma ka hap rrugën edhe më ka qëndruar mbrapa që ta nis karrierën si trajner. Ka qenë një periudhë shumë e vështirë për skuadrën e Rufes, për shkak që
ka garu në ligën e dytë, edhe në gjysmë sezon, prej 16 skuadrave, ka qenë Rufeja pozicionume në vendin e 15, ku në atë ko, 5 ekipe direkt u largoshin nga liga. Dhe unë si një trajner shumë i papërvojshëm, si fillestar, për shkak që direkt kom fillu karierën si trajner kryesor, e jo si ndihmës trajner, një farë mënyre edhe Jacinit, por edhe Sametit i kanë bëu shumë njerëz të caktuar, i kanë bëu shumë presion se Xhengisi është i papërvojshëm për me e bë një sukses të tillë, por ato kanë besu në energjinë time, kanë besu në karakterin që e posedoj, edhe në atë kohë prej 15 ndeshjeve, Rufeja ka fituar 10 ndeshje, 3 barazime dhe vetëm 2 ndeshje kemi humbur, edhe ato kemi humbur ndeshje prej Pelisterit edhe Makedonian Gjërçe Petrov, të cilët janë inkodruar në ligë të parë, edhe me 33 pikë, ku Rufeja në atë kohë kishte vetëm 11 pikë, imi pozicionu në vendin e 6, prej vendit 15 në vendin e 6, që ka qenë një sukses shumë i madh i klubit, ku mandej prap kom vazhduar sezonin e ri me klubin e Rufejës dhe kemi përfunduar gjysmë sezonit në vendin e dytë. Gostivari ka qenë, nëse s'gaboj, me 30 pikë në vendin e parë, Rufeja ka qenë me 29 pikë në vendin e dytë. Mandej kishim një mosmarrëveshje me drejtuesit e klubit, edhe u bë ndarja, mandej ka qenë epoka... Vazhdove në Turqi, me sa duket në Sivassport. Jo, Rufeja mandej kom vazhduar në Vrapçisht, edhe atje kom shku, ka qenë situata e njëjtë, Ramja për liga, edhe atje kom shpotu. Mandej ka qenë një situatë shumë e interesante, ka qenë edhe klubi i vllaznimit kur më ka thirrë pas Kozhufit, edhe Kozhufin atëherë në atë kohë ka qenë duke rënë nga liga, kom shku e kom shpotu nga rënja. Mandej ka qenë shumë interesante edhe situata me klubin e vllaznimit. Edhe vllaznimin e kom marrë në ligë të dytë, në vendin e 10, në vendin e fundit në tabel. Nga vendi i fundit kemi ardhur deri në vendin e parë, ku kishim mbetur vetëm 5 gjiro të fundit, ku vllaznimi mund që të inkodrohet në ligë të parë pas një farë problemi, ku drejtuesit më thonë që ne nuk kemi buxhet për ligë të parë, për ne është e mjaftueshme të besim të mbetim në ligë, dhe mandej e kemi përfunduar në mënyrën më të mirë të mundshëm sezonin edhe në skuadrën e vllaznimit, ku në atë kohë, duke punuar atje, punën ma ka pa atëherë nënkryetari Muhamet Sedini, dhe ajo ka qenë një epokë që ma ka hapur rrugën për të ardhmen. Po. Pas këtij në klubeve keni shkuar më duket në Turqi, sërish në Sivassport. Po, kemi shkuar në skuadrën e Sivassportit, ku në ekipin e Sivassportit kom punuar me trajnerin Tamer Tuna. Ka qenë një periudhë prej 14 ndeshjeve, edhe pse nuk ka qenë shumë keq me rezultatet, por pas ndeshjet me Konjasporit si vendas, ka pasur presion prej publikut ndaj, mund të thonë, protesta ndaj trajnerit, dhe për shkak karakterit që e ka poseduar trajneri, ka dhënë edhe dorëheqje, por në Sivasspor mund të them të drejtën kom punuar me shumë yje të futbollit, si Robinho, i cili ka luajtur në Real Madrid, Manchester City, Milan, Arona Koneish, sulmuesi i Evertonit, Douglas në atë kohë prej Barcelone kishim transferuar në Sivasspor, edhe ajo ka qenë një moment shumë interesant për shkak që kom punuar me yje, njëtën kohë kom punuar edhe në reprezentacionin e Maqedonisë, por kur kom punuar edhe në Sivasspor me yje të cilët ka luajtur në nivele shumë të lartë, një farë mënyrë e kom pasur si menaxhohen futbollistët të cilët janë në nivelin shumë të lartë, dhe ajo më ka ndihmuar për të ardhmen e karrierës. Pas kthimit nga Turqia, ju keni filluar rrugtimin tuaj si trajner në klubet e Kosovës, nga si klubi i parë ishte klubi i futbollit Llapi, pastaj Dugagjini, Liria e Prizrenit, Feronikli, Trepça 89, Vllaznimi i Gjakovës. Cili është kontributi juaj si trajner në këto klube të Kosovës? Përveç me klubin e Dugagjinit, që nuk kom pasur rezultate të mira në aspektin tabelar, të themi, se në aspektin e lojës kemi qenë në nivelin e duhur, por në aspektin tabelar, në gjithë klube këtu kom kontribu një farë mënyre
mbas ambicieve që i ka pasur klubi, kom qenë në nivelin e dur me rezultate. Por në futbollin e sotshëm, shumë klubeve nuk ju konvenon trener të tipit tim, për shkak që unë me një vend ku e udhëheq një skuadër, i kam principet e mia, nuk lejoj me ndërhyj punë asnjë drejtues. Aty pak kam pasur problem në disa klube, por në këto klube në të cilën është interesante, në këto klube krejt që i përmendën që kam punuar, edhe për zyti herë më kanë thirrë, do të thonë kom lënë diçka të mirë që kanë thirrë, por unë për shkak që kanë qenë drejtuesit e njëjtë, për zyti herë nuk kum bë rikthim te këto klubet. Atëherë, na thuaj, ju një kohë bukur të gjatë ishit edhe pjesë e stafit teknik të seleksionuesit Igor Angelovski në reprezentacion e Maqedonisë, me të cilin arritët edhe të inkuadroni edhe në kampionatin Europian 2020, që u mbajt në Rumani. Si ndodhi që të bëheni zëvendës seleksionues dhe të jeni një kohë të gjatë dhe cilët janë ato përshtypjet tuaja gjatë kësaj kohe? Ajo puna të klubi futbollistik Vllaznimi Kërçov më mundsoi që punën e aty që kom bë, karakterin e Neburnit që kom treguar në atë qytet, me fjalë miradije të drejtuesve të klubit Vllaznimit që ja kanë treguar nën kryetarit atëherë Mohamed Sedini, më ka mundsu që të punoj në reprezentacionin e Maqedonisë, që për mua në atë moment ishte një sukses shumë i madh për të ardhmen e karrierës. Unë në këtë aspekt duhet ta falenderoj kryetarin Mohamed Sedini që më ka mundsu një gjë të tillë, edhe pse kanë qenë shumë ka pasur kryetar më i suksesshëm në Federatën e Futbollit të Maqedonisë deri më tani. Po, kanë qenë edhe shumë kundër që unë të emrohem në atë post, por ja që këmbgërësia e kryetarit ka vendosur që unë të jem në atë post. Ajo pozitë normal që në CV-n time ka sjell një forcë të madhe që në të ardhmen t'i udhëheqë edhe këto klubet në Kosovë, për shkak që një trajner për me udhëheq 6 apo 7 klube në Kosovë, një farë mënyrë edhe duhet ketë kualitet në vete, po duhet ketë edhe një farë CV-je që do të besojnë. Por edhe në aspektin ekonomik, përfundimet e mëdha ka qenë nga Federata e Futbollit që kemi fituar dhe për atë unë jam çdo herë falëndërues ndaj kryetarit, për shkak që njeriu kur ta bën një të mirë nuk duhet me harru, ashtu që unë edhe një herë duhet ta falenderoj kryetarin Mohamed Sedini për mundësinë që ma ka dhënë, ka qenë një eksperiencë shumë e madhe. Suksesin edhe punën e reprezentacionit të Maqedonisë duhet ta ndaj në dy aspekte. Ka qenë një periudhë 5 vite e gjysmë kom qëndruar në reprezentacion, por ka qenë një 5 vite që ka qenë një periudhë mëze, kemi prit që me qenë tubimi i reprezentacionit, edhe 6 mujori i fundit. 6 mujori i fundit nuk i ka gjatë kësaj 5 viteve më pashme, për shkak që aty ka pasur shumë mosmarrveshje, ku mes seleksionuesit edhe kryetarit ka pasur një përçarje shumë e madhe dhe një farë mënyre unë isha aty në mes dhe tash një farë mënyre në atë kohë të themi në dorën e zemër, kryetari ka qenë i drejtë kundër seleksionuesit. Seleksionuesi normal ka pasur mendimet e veta, por ne pas imi inkodruar. Ndoshta edhe ka pas presione nga dikush. Normal ka pasur diçka, por ne pas imi inkodruar për në Evropian, unë me seleksionuesin kam pasur një bisedim edhe për ndarjen e premieve, sidomos për futbollistët shqiptar, ku kanë qenë 2 futbollistët tetovar, sidomos kanë qenë të shkelur në ndarjen e premisë, ku edhe kom intervenuar aty dhe e kom rregulluar ajo çështje që mos jenë të shkelur këta dy futbollistë, por edhe i kom thonë seleksionuesit që është në drejtim të gabuar, se
nuk është në rregull seleksionuesi të ketë përçarje apo jo funksionim me kryetarin, për shkak që fundit ai bën punën e vet, ne duhet ta bëjmë punën. Edhe ai është ai që vendos. Po ai që vendos, por ja që atëherë situata ka qenë shumë e ndërlikuar dhe në 6 muajin e fundit unë realisht me seleksionuesin në një farë mënyre për shkak që ja mbajsha anën e kryetarit, kisha mos marrëveshje me të, por unë gjatë gjithë jetës e kom mbajtur anën e drejtësisë. Asnjëherë nuk kom anu nga jo i drejti, por edhe gjatë qëndrimit tim 5 vjeçar në reprezentacionin e Maqedonisë, jam krenar që edhe kom arrit që 2 tetovarët edhe Exxon Bejtullajn, por edhe Enur Totrën t'i sjell në reprezentacion të Maqedonisë, edhe ato mund ta them lirisht që e kom bë unë me autoritetin që e kom pasur të seleksionuesi. Dhe nuk ka qenë gabim. Jo, edhe ata kanë ardhur dhe kanë dhënë mbi maksimumin e nuk na kanë mbaruar. Atëherë, me çka merret aktualisht Xhengiz Rexhepi? Për momentin i kom dhënë kohë familjes, për fundi angazhimi jem ka qenë në skuadrën e vllazënimit, ku kom pasur shumë sukses në drejtimin e skuadrës së vllazënimit, duke lënë në vend të dytë me 3 pika diferencë prej vendit të parë. Por kom pasur problem me një drejtues të klubit, i cili u mundonte me ndërhyj punë, edhe unë nuk e kom lejuar, edhe 4 gjiro para përfundimit të kampionatit e kom informuar drejtuesit e klubit që në gjysmë sezon largohem nga skuadra e vllazënimit, por te ne është një thonje popullore për shkak rrejes me vdek djali. Dhe mu më ka ndodhur një gjë të tillë, një gjiro para përfundimit të kampionatit, më kanë thirrë drejtuesit e klubit, na kanë thonë ti pse ke dalë në media dhe ke thonë një gjë të tillë, por unë 4 gjiro para përfundimit e kam informuar skuadrën dhe kryesinë e vllazënimit, ashtu që kemi bërë ndarjen me ekipin e vllazënimit, por jam i lumtur shumë për shkak që jam ndatur me shumë suksese dhe ndarjet kur jam i suksesshëm realisht as nuk mërzitem dhe për momentin jam në bisedime me disa klube, mund shumë shpejt të bëhem me skuadër të re, por për momentin jam duke prit. Ti kthehemi pakës tek familja, ju keni një fëmijë, djali juaj, i cili gjithashtu merret me futboll. A pritni që to kalon me karrierë apo? Arda është në gjeneratën 2011, si 14 vjeçar për momentin është në klubin e futbollistik Shkëndija, ku trajner e ka ishte legjendën e futbollit tetovës Ibrahim Luma, për shkak që trajneri Luma për ne një farë mënyrë ka qenë idol i karakterit që e ka treguar, i kulturës dhe sjelljes që e ka treguar gjatë gjithë periudhës. Para pa me nis në Shkëndijë, Arda ka qenë në shkollën e futbollit Skënderbeu Akademi, ku ka punuar edhe atje me një trajner shumë të kulturuar edhe punëtor, si është Bashkim Bakiu. Unë dua personalisht ta falenderoj për kontributin që e ka dhënë djalin. Gjithçka varet nga ai, kryesore ne do t'japim përkrahjen maksimale, do mundohemi ta përvetësojmë, ta përmirësojmë në çdo farë aspekti, por një gjë është e sigurt, kur unë nuk lejoj në punën time me u përzi dhe me ndërhyj askush, ashtu që unë deri sot nuk vjen shprehje për shkak që ai duhet ta tregojë cilëtetin që posedon. E shohim na që Shkëndija është duke shënuar suksese historike. Domethënë kam bërë deri në gjysmëfinale të play-offit për kualifikim në fazën e eliminimit direkt në ligën e konferencës. E dim rezultatin nga ndeshja e parë me Samsun Sportin. Si njohës i mirë i futbollit në Turqi, çfarë mund të presim në ndeshjen kthjese në Samsun? Shkurtimisht para se ta analizojmë ndeshjen e fundit, unë dua ta përgëzoj drejtuesit e klubit Shkëndija për shkak që kanë treguar pjekuri dhe maturi gjatë kësaj periudhe, edhe qëndresës që i kanë bërë ndaj trajnerit Jeton Beqiri, dhe kanë arritur që të nxjerrin një trajner me trofe edhe me sukses historik,
për shkak që për me fitu trofe apo për me udhëheq skuadrën në Evropë, ne si trajner duhet të udhëheqim skuadra të mëdhej si Shkëndija, se skuadrat tjera të cilët i udhëheqim një sukses të tillë nuk ka gjasa me arritur. Unë duhet të përgëzoj edhe drejtuesit e klubit për suksesin e arritur, por njëkohësisht edhe kolegun Jetonin për suksesin e arritur dhe i dëshiroj shumë suksese në vazhdim të punës. Sa i përket ndeshjes së fundit, nuk duhet të harrojmë që Samsunspori edhe para ndeshjes ka qenë favorit, për shkak që Samsunspori është një skuadër shumë e madhe në Turqi. Skuadra e Samsunit pa problem përmballet me Galatasaray, me Fenerbahçen, me Beşiktaşin, ashtu që nuk është diçka. U pa kjo edhe nga prania e mbi 1000 tifozëve të cilët kishin ardhur kas, por edhe një numër shumë i madh i mediumeve, diku të mbi 45 gazetarë nga Turqia kishin ardhur të ndjekin këtë ndeshje. Samsunspori është skuadër shumë e madhe me traditë. A mund të presim befasi që Shkëndija të... Po normal, tash është e hapur ndeshja, është me rezultat 1-0, ashtu që edhe Samsuni nuk e ka sigurt kalimin e rondit, ashtu që besoj që do jetë një ndeshje shumë e rëndësishme për dy skuadrat. Dhe dëshiroj që ta kalojë Shkëndija rondin. Dhe shkurt, me 26 mars, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Kosova luajnë ndeshjet e play-offit për kualifikim në botëror. Cila nga këto skuadra ka shpresë për të kaluar, për të kualifikuar faktikisht? Po, Maqedonia ka shortin shumë të rëndë, por edhe Shqipëria ka rëndë, edhe Kosova pak, mund të themi pak, ma të butë e ka, por janë dy ndeshje, ashtu që do të varet performanca e futbollistëve të cilët do të tregojnë. Unë ju dëshiroj gjithë reprezentacioneve shumë suksese në vazhdimsi. Atëherë, me që po afrohet fundi i emisionit, atëherë në fund, cila është porosia e ish futbollistit dhe trenerit aktual Xhengis Recep, drejtuar rinis të cilët pretendojnë të merren me sport, gjithsesi futboll? Unë bas përvojës që e kom përfitu edhe tash normal, bas mosës së djalit që e ka, porosia jem është që do të punojnë shumë, se vetëm me stërvitjet të cilët i bëjnë për klube nuk ka gjasa të mrinë të bëjnë sukses, për shkak që për me u bëjnë një futbollist duhet çdo fëmijë edhe çdo i ri të punojë ekstra me ushtrime, për shkak që vetëm sot suksesi të një ty dhe për me arritur sukses duhet me sakrifiku shumë, me dhonë shumë mund edhe për me arrit një sukses për karrierë. Edhe për sfundjer dusha edhe juve i nderuari gazetar ju falenderoj për shkak që ftesën kur ma keni bë pa peshmëri kom pranuar të vi, për shkak që kohën kur ju na keni qëndruar mbrapa edhe ju na keni bë që dukush neve na njohë ka qenë një periudhë shumë e rëndë, për shkak që sot është shumë lehtë një futbollist të afërmohet, për shkak që rrjetet private, rrjetet sociale, portalet është shumë lehtë ta tregojnë veten. Ju si gazetar na keni nderu një farë mënyrë dhe na keni ndihmu që të njihemi ne si futbollistë, ashtu që edhe në emrin tim, në emrin e shokëve unë dua të falenderoj tepër Axha Shaban, edhe të dëshiroj të kesh shëndet dhe gjithë mirat në jetë. Faleminderit, ndërsa unë në emrin tim personal dhe në emrin e stafit të televizionit Koha të falenderoj që ishe pjesë e emisionit javor të sportit me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ndërsa ju, teleshikues të nderuar, deri në emisionin e radhës me legjendat e sportit në televizionin Koha, natën e mirë dhe mirupafshim.